Pas disa muajsh në kërkim, policia e Durrësit ka vënë në pranga 2 kushërinj të dyshuar për vrasjen e 45 vjeçarit Denis Çumani në Shijak. Efektivët e policisë ekzekutuan masën e sigurisë arrest në burg për Indrit Ferrën, 38 vjeç, dhe Dorian Ferrën, 36 vjeç, të dy banues në Shijak të akuzuar për vrasje me dashje kryer në bashkëpunim si dhe armbajtje pa leje. Sipas hetimeve, ngjarja e rëndë ka ndodhur mbrëmjen e 27 janarit, kur 2 të dyshuarit kanë shkuar në banesën e 45 vjeçarit, ku fillimisht e kanë tunuar fizikisht dhe më pas e kanë qelluar me armë zjarri duke e plagosur rënd. Viktima ndoroi jetë disa ditë më vonë në spital. Sipas hetimeve mbi ngjarjen, konflikti dyshohet se nisi për motive personale, të lidhura me një vajzë, e cila më herët kishte pasur komunikime me viktimën, ndërsa ishte në një lidhje me njërin prej autorëve të dyshuar, Dorianin. Pas ngjarjes, 2 kushërinjt u larguan nga vendi i krimit dhe u shpallën në kërkim, ndërsa arrestimi i tyre u bë i mundur pas veprimeve hetimore të policisë së Durrësit dhe ekzekutimit të masës së sigurisë të vendosur paraprakisht nga gjykata e Durrësit.